5 maj, ripërtëritja e tempullit. Dhe si bëri një kamxhik prej litarësh, i dëboi të gjithë prej tempullit, si dhe delet dhe qetë, dhe derdhi monedhat e këmbyesve dhe përmbysi tavolinat. Dishepujt e tij u kujtuan se është shkruar: Zelli i shtëpisë sate do të më përpi. Gjoni 2, 15 dhe 17. Kuptohet që një baba do të digjej nga një zemërim i drejtë nëse do të shihte që droga po ja shkatëronte jetën fëmijës së tij. Nuk do të prisnim që ai ta shpërfillte kalimthi një shkatërim të tillë. Jo, ne do të prisnim që ai të bënte gjithçka të nevojshme për ta dëbuar atë ligësi nga jeta e fëmijës dhe për të parë ripërtëritjen e tij. Kur Jezusi, biri i Perëndis, hyri në shtëpinë e atit të tij mbi tokë, në tempullin e Jerusalemit dhe pas kenën rreth e rrotull, kjo gjë i shkaktoi dhimbje. Ky vend që ishte krijuar për adhurimin e Perëndis, ishte kthyer në një vend ku adhurohej paraja. Një vend i krijuar për ta ftuar botën që të takojë me Perëndinë e gjallë, ishte kthyer në një vend që i mbante kombet larg. Ai e konsideroi si të patolerueshëm faktin që emri i Perëndis dhe lavdia e Perëndis po përdhoseshin dhe po njolloseshin. Nuk kemi asnjë arsye për t'u vetëmbrojtur dhe për t'u përpjekur që t'i zbusim veprimet e Jezusit. Zemërimi i shenjtë i Krishtit digjej nga zelli dhe pastërtia. Kjo nuk ishte koha për biseda të këndshme. Jezusi e dinte saktësisht pse ekzistonte tempulli. Ai ishte vendi i takimit me Perëndin. Tempulli duhet të ishte gëzimi i gjithë tokës. Përkundrazi, ajo që gjeti aty ishte krejtësisht në kundërshtim me qëllimin e tij, dhe ai e bëri këtë shumë të qartë me fjalët dhe veprimet e tij. Është interesante që kur farisejt u ballafaquan me Jezusin më pas, ata nuk i kundërshtuan veprimet e tij. Ata sfiduan autoritetin e tij. Jezusi ju përgjigj kësaj sfide me një deklaratë të çuditshme. Shembeni këtë shenjtërore dhe në 3 ditë do ta ngre. Gjoni 2:19. Gjoni shpjegon se tempulli të cilit ju referua ai ishte vetja, vargu 21. Një ditë, Jezusi do të vinte në Jerusalem jo për të vizituar kompleksin e tempullit, por për të dhënë trupin dhe gjakun e tij si flijimin e plot dhe përfundimtar për mëkatet, dhe pastaj të ngrihej në një jetë të re për të mbretëruar përgjithmonë. Pikërisht mbi atë autoritet, ai po e bënte të qartë dallimin mes qëllimit të Perëndis për tempullin dhe gjendjes në të cilën e kishin katandisur ata. Këtu pra, ballafaqohemi me një Jezus që është radikal, i cili përgjigjet me zell dhe i del në mbrojtje çështjes së lavdisë së Perëndis. Ky Jezus nuk është zemërbut dhe i qetë, gjithmonë pohues dhe asnjëherë sfidues. Ai është kryeprifti i madh, i cili erdhi jo vetëm për të pastruar oborret e tempullit, por edhe për të pastruar zemrat tona dhe për të marrë me të huajtjen tonë. Në atë që është tempulli i vërtet, Perëndia ka ndërtuar një shtëpi lutjeje për të gjithë popujt. Isaia 56:7. Prandaj, shikoje përsëri Jezusin, i cili nuk bëri kompromis në ndjekjen e lavdisë së Perëndis, duke u mundësuar kombeve të adhuronin atë siç duhet. Shikoje sërish Jezusin, i cili e përdori qëllimisht autoritetin dhe përsosurinë e tij për të zënë vendin ton dhe për të mbartur ndëshkimin ton në trupin e tij, në mënyrë që ne të mund të ripërtërihemi. Shikoje sërish Jezusin që të ka bërë pjesëtar në hirin e tij të mahnitshëm. Zelli i tij për lavdinë e Perëndis, qoftë edhe zelli yt.